Durimi nuk është i lehtë. Durim do të thotë të derdhësh lot, të përmbash jedhrimin për hir të Allahut. Durim është gëlltitja e fyerjeve. Durim është të buzëqeshësh për të mbuluar lotët, të heshtësh prej dhimbjes, të fshehësh plagët e shpirtit, të qash në sejdë, të pranosh caktimin e Zotit me besim të plot, sepse vetëm Zoti yt e di se çfarë është më e mira për ty. Ai e di rëndësinë e shpirtit tënd. Ai të ka dëgjuar kur i je lutur. Ai ka parë lotët në sytë e tu. Ai nuk të braktis kurrë. Ai të do më shumë se kushdo. Ai ka thënë se është me durimtarët dhe ka premtuar shpërblim të madh për ata. Andaj mos lë asnjë sprov të largoj prej Allahut. Kur robrit e mi të pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet mua. El Bekare, 186.